بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك që njerëzit tua prezanton të misionin e tij, shpallën që Allahu xhallahu ala ia shpalli atij. Dhe njëherë ishte në tubimet e mëdha të Kurajshve, në kohën e haxhit, vinin edhe fisët arabe nga vende të tjera, tu boshin njerëz të dishme, të padishme, njerëz që kishin përvoja të kaluara pa përvoja, lloj njëri tu bojnë atë vend. Shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe takoi me njerëz. U prezantën të këtë din, u thonë të shka kërkën Allah për tyne. Dhe u takua, vëllezër të nderuar, Muhamedi s.a.s. u takua me njëri të quajtur e ka pas emrin Suwaid. Ka pas emrin Suwaid. Ky Suwaidi ishte njëri që kishte përvojë me librat më hershme. Dinte ka pak Tevrat, ka pak Injil, ka pak dhe njëri, sikur se thonë në njëri pak i knushëm. Ishte pak njëri ma i lezushëm, dinte më tepër për fe. Dhe u takua në haqë me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam dhe kishte në dorë disa fletushka, flet, të shkruara në to disa vargje. I tha Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, qëfar kje në dorë aty? Tha i kam porosit e Lukmanit, ju dini Lukman el Hakim, që Allah për të fletë në Kur'an, një surë në Kur'an që të Lukman, ku Allah përmend disa porosi edukative, të rëndësishme për rinin tonë, të rëndësishme për gjenatët tona. Tha i kam porosit e Lukmanit. A ti lexoj? Tha Muhammed sëmë, lexoj. Nëzori i shkreti, a i qa ta e kishte. I nëzori ato fletushka dhe po lexon tregimet e Lukmanit. Kur përfundoj, tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, a dënë me të lezu diçka që është më e mirë se kja? Atëra filloi të lexon të i dërguarit sallallahu alaihi wasallam surën Lukman. Si kështë zbrit Allahu në Kur'an, kur e ndëgjej ky Suwaidi, çfarë po lexonte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, u befasua, u mahnet nga udhëzimet, nga përshkrimet ideale që ishin vendosur në surën Lukman. Dhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dëshmoi se me të vërtetë kjo që ti e lexove absolutisht nuk është e ngjashme me atë që e lexova, që ka shumë më e mirë. Në ky Kur'an kanë poshtë zemrat edhe të pabesimtarëve. Nuk kanë pas mundësi të rezistojnë kufarët e Mekës Kur'anit. Andaj a di çfarë bënin? Ditën e luftonin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa natën goditeshin në errësirë para shtëpisë së tij duke ndëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke lexuar Kur'an. Shkonin që të lexojnë Kur'an, ndëgjojnë Kur'an, të ndëgjojnë Kur'an nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj duke dashur me ik, apo përplasëshin njëri me tjetrin, nuk u amirte mendja se filoni kishte ardhur, e as këtij se ai tjetri kishte ardhur. Andaj nuk kanë pasur mundësi me rezistu. Imam Suyuti rahimahullah e përmend se ka disa transmetime ku thuhet se Kur'anin nuk kanë mundësi me lexu me lajket. Allahu i ka ndëruar me të njerëzit. Prandaj me lajket shpejtojnë dhe kudo që ka vend ku lexohet Kur'ani apo flitet për të, shpejtojnë në ato mejlise që të kënaqen me ndëgjimin e tij, të kënaqen nga përfitimi dhe udhëzimi dhe ato mësime që Allahu xhallahu i ka përmendur në këtë libër. Pra i shikoj ndikim të madh të këtij Kur'ani. Madje thash edhe armiqtë e tij nuk kanë pas mundësi me rezistu. Madje në kohën bashkëkohore janë bërë disa prova me njerëz me kategori të ndryshme. Allahu xhallahu i ka ndëruar. Andaj një njeri që është
për shembull i dishëm për Kur'an, din me lexu Kur'an, din Kur'an përmesh, edhe ndoshta pse nuk është më i pasuri, edhe pse ndoshta nuk është më autoritative, edhe pse ndoshta nuk është më i pushtetshëm dhe më i fuqishëm. Me qindra musliman po tjenë, a ju del imam apëton. Nga se ka thonë pejgamberi s.a.s. Ja ummu nase akrauhum bi kitabillah. Ju del imam njerëzve, a e që lezën Kur'an më smiri. Prandaj Allahu këtë njerë me qka e ka ngrit? Ky s'ka asë që tjetër. Përveç se me këtë Kur'an, Allahu e ka ngrit këtë njerë apëton. Dhe ka ngrit shumë të tjerë. Sa njerëz nuk janë ditë emret e tyre, nga ulemat e djetarët, agjelarët e shumë, po kur janë kapët këtë Kur'an, emret e tyre kanë me të pashlyer, të paharrushëm në historinë e njerëzimit. A harën dikush për juve Ubej ibn Kabin? Ose Abdullah ibn Mesudin, Abdullah ibn Omerin, Ebu Hurajren, Enes ibn Malikun? Kush i harën këta njerëz? S'harën kur? Nga se këta ishin të kapër për Kur'an, dhe Kur'ani e bërit përjetshëm dhe të përhershëm për mendjen e tyre në tokë dhe në qiell. E pastaj nga dietarët e tjerë që kanë ardhur pas tyre. Andaj ne kemi nevojë që me të vërtetë ta mësojmë këtë Kur'an, por nuk po them që ta mësojmë vetëm për mendsh, duke mos di çfarë po themi, por po them kemi nevojë ne si musliman, dhe kjo është kërkesë emergjente, nuk guxon të prolongohet, nuk guxon të shtyhet. Kërkesa emergjente është që ne duhet ta përmirësojmë raportin tonë me Kur'anin, ta përmirësojmë qasjen tonë përballë Kur'anit, ta kemi më të afërt, më të dashur, shikojmë që çka kërkon ky Kur'an për neve, dhe atë që kërkon për neve ta bëjmë, apo çfarë kërkon ta praktisim, ta praktisim, ta marrim më për një me këtë libër. Nga se kjo është porosia e fundit që Allahu xhallahu ala ka fol njerëzve. Allahu thot për Kur'anin: "Wa ma huwa bil hazl." Ky Kur'an nuk është hajgare, nuk është lojë, nuk ka ardhur ky Kur'an për eksperimente. Ky Kur'an nuk pranon të votohet, a e bëjmë haram këtë apo se bëjmë haram këtë. Ky Kur'an nuk pranon kështu. Ky Kur'an kërkon që të pranon me shëtnin më të madhe, me nështrimin më të madh, dhe në kuadër të mësimeve të tij dhe të porosive të tij të udhëzohemi në këtë botë, dhe të ndriçohemi me dritat e tij, të ruhemi nga çdo rrezik eventual i mundshëm që na rrezikon ecet do në këtë botë përmes këtij libri. Wallahi nuk ke ndryshim tjetër në këtë botë, në këtë errësirë që të ka kapluar nga gjithan, a nuk të ka kapluar errësira e fesadit, e hajnis, e amoralitetit, e mashtrimeve, të gjithan në kanë kaplu këtë errësira. Me çka kemi u ndriçu, më mbrojnë nga këtë errësira? Me librin Allah xhallahu ala. Ai është bëndrit, ai është nur, nga se Allahu e ka quajtur nur. E ka quajtur Allahu xhallahu ala dritë. Andaj asnjëherë nuk e qenë më i nevojshëm për dritën se në këto kohra, se në këtë kohë. Qoftë muslimani apo qoftë muslimaneja, ta përmirësojmë raportin tonë, qasjen tonë përballë këtij Kurani. Jo vetëm ta lexojmë arabisht pa di çfarë po themi, po ta lexojmë edhe përkthimet, ta kuptojmë, të lexojmë komentet e Kuranit, çfarë ka thënë dietarët, çfarë po kërkohet nga ne. Disa arab Allah i ka lavdruar në Kur'an. Pse i ka lavdruar këta njerëz? Disa arab Allah xhallahu i ka qortuar në Kur'an, i ka mallkuar të njerëz në Kur'an. Pse i ka mallkuar? Faraoni nuk është i mallkuar pse ka një faraon. Iblisi nuk është i mallkuar pse ka një iblis. Nuk mallkohen njerëz në bazë të emrave, nuk mallkohen njerëz në bazë të ngjyrave, në bazë të gjuhëve, jo vallahi. Por njerëzit mallkohen në bazë të veprave dhe lavdrohen në bazë të veprave. Andaj këtë rregull të rëndësishëm jetësor, Kur'ani e ka mësuar. Kur'ani e ka mësuar se migje i pejgamberit sa mund të i mallkuar, tabbat yada abi lahabin wa tab. I mallkuar qoftë, ju thafshin durt Ebu Lehebit, migje i pejgamberit sa. Ndërsa ky Kur'an gjithë na ka mësuar se Bilali ka pozitë të posaçme edhe pse është i zi, i refuzuar rand, por ka pozitë të madhe në Islam. Andaj kur dënoi dhe persekutoi Bilalin në Mekë, Ebu Bekri, i edukuar me këtë edukat, e dinte se ky vëlla që është duke u dënuar, duke u persekutuar, është i shtrenjtë për Ebu Bekrin. Kush ja mësoi këtë shenjsi? Kurani ja mësoi. Dhe tha, sa e shet këtë rab, i tha Utbes, ati që e dënonte, sa e shet? Bilali ishte i lodhur, i fuqishëm për të punu, ishte i raskapitur, do të thotë bën të lirë në treg,
Thuaj e bën të 1.000 euro për shembull. Dërsa Utbeja tha 10.000 tash. Ebu Bekri nuk negociaj. I erë turp më ushty për me blej vllahun e vet musliman. Nuk negociaj fare. Tha ja ku i ki parat. Subhanallah. Kur i mor parat Utbeja tha te kishin lyp për 500 euro, po flasën në valutën tonë. Te kishin lyp për 500 ta kisha shit. Wallahi tha 1 milion më jap sa ta kthej mua aftë. Se s'mushti me më pishman për parat që kom japon e me mbrojt vllahun ta musliman. Ndërsa Abu Lehebi mallkohej kur Bilali ngritej. Ky Kur'an na mëson këtë çështje. Andaj nuk mund ta kuptojmë këtë vlerë të njëri tjetrit. Nuk mund të duhemi sa duhet, nuk mund të respektojmë sa duhet. Në qoftë se në gjitha këto rrafsha nuk e kemi udhërfyes fjalën e Allah xhallahu ala. Nuk e kemi udhëzues tamam sikurse e ka përmendur Allah xhallahu ala në librin e tij. Prandaj kemi një shans ideale. Një shans të papërsëritur ndoshta që gjatë këtij Ramazani ta përmirësojmë raportin tonë me Kur'anin, ta përmirësojmë qasjen tonë përballë këtij libri, që ta dojmë më tepër, të jemi më të afërt me të, të jemi më pranë tij, të jemi më të udhëzuar përmes mësimeve të tij, të jemi më larg ndalesave që Kur'ani ka kërkuar të jemi larg. Ta përrojmë këtë Kur'an me shëni pak më të madhe. Unë e kam përmendur disa raste në shembull, dua më përmend edhe sot. Është shembull konkret, nuk ka nevojë më mundu shumë as me e thonë as me e kuptu. Tash që tu ku e duke nejt, paramendoje me të ardhë Gjibrili me të ardhë, paramendoje edhe me thonë ti Arab filan që ki emnin e ty po tret Allah me thonë diqka apëta. Allahu po tret me thonë diqka. A gëzohësht? A ki